Dhe mjaftot përmendim ngjarjet më të bujshme që kanë ndodhur, nuk po flas për ato që një pjesë mirë i zbardhi s'ka ECC, por një pjesë e ngjarjeve për shembull janë 16 vrarët e Shkodrës, nga ajo përplasja që është mes disa familjeve në Shkodër. Asnjë prej tyre vrasjeve nuk është zbardhur deri tani, me përjashtim të vrasjes së Fat Barlicit, për cilin sot shkoi edhe çështja për gjykim, por dhe kjo ende nuk është zbardhur plotësisht, pasi nuk e dim se çfarë do japin shkallët e tjera të gjykatës. Kemi vrasjet në Lezhë dhe në Mjerdit dhe në Laç, një zonë mjaft problematike dhe mjaft e nxehtë. Asnjë prej këtyre ngjarjeve nuk është zbardhur. Pastaj kemi dhe ato atentatet e bujshme, sigurisht se është masakra në urën e Fushkryes, një ngjarje shumë e rëndë, de facto cënimi i sigurisë kombëtare, pra me 3 vrarë. Shumë e rëndë është edhe ngjarja para pak ditëve që ne diskutuam këtu. A janë të angazhuar? Më të sigurt në vrasjes me pagesë, pra le të themi nga skema e krimit, nga skema e krimit, nga dinamika, patjetër që ajo është pjesa kryesore e hetimit. Tani duhet kemi parasysh vrasësit me pagesë shkojnë paralel ose evolojnë paralel edhe me evolimin e bandave. Pra nëse ne kishim banda, qoftë bandën e Durrësit, bandën e Lushnjës, tani kemi kaluar në stadin e grupeve të strukturuara kriminale që nuk kanë aktivitet vetëm në këto qytete, apo në Itali, sikurse e kishin po themi deri në vitet 2005. Tani aktiviteti i tyre është trirë, nis nga qytetet e Amerikës Latine në kryeqendrat më të mëdha të Bashkimit Evropian, madje ka disa raste që kanë shkuar edhe deri në Australi, edhe në Kinë, ku jo më para pak muajsh ne morëm vesh lajmin për një shqiptar që i shpëtoi dënimit me vdekje për shkak të transportit të një sasie shumë të madhe lëndë narkotike. Ne s'ka ECC na ka plotësuar atë puzzle-in që ne nuk e plotësonim dot për ngjarje që ndodhin në Shqipëri. S'ka ECC, i kryqëzuar dhe me dëshmit e Nureddin Dumanit, po flasim këtu nga periudha 2017 e mrapa, nuk po i hy periudhës para 2017-s, se atëherë ka pasur disa bashkëpunëtorë drejtësi, sikurse është Adriatik Coli që zbërtheu bandën e Durrësit, kemi Julian Sinanin që zbërtheu vrasësit bandën e vrasjeve me pagesë në Vlorë, por dëshmia Nureddin Dumanit e kryqëzuar me të dhënat e SKA ECC për hiç vërtetës kanë zbuluar një numër shumë të madh ngjarjesh kriminale, duke nisur nga Shkodra, Lezhë, Durrësi, Tirana, përvijuar dhe Njuk Vendit në Elbasan edhe deri në Fier. Por ajo çfarë ka rënë në sy për hiç vërtetës janë shumat e majme që flitet për vrasje. Të paktën ne shohim aty ndosi shuma deri në 500.000 euro, po unë sot 500.000 euro për një vrasje. Po, ka raste shumash 500.000 euro për një vrasje, por sot unë besoj që këto shifra janë të i kaluar. Pra me ngjarje që ka ndodhur vitet e fundit, duke parë numrin e personave që përfshihen në këto ngjarje, duke parë rrezikshmërinë që kanë për t'u kapur në momentin që kryejnë krimin, se të bësh vrasje në burgun e sigurisë lart, sikurse ndodhi në Peqin, nuk është një ndërmarrje e lehtë. Në gjitha drejtimet, të bësh vrasje në zemër të aeroportit të Rinasit ku operojnë të gjitha agjencitë ligjzbatuese shqiptare, duke nisur nga ushtria, duke nisur nga policia, patjetër, sipas çmimi lidhet edhe me vështirësinë, një sekond. Çmimi lidhet edhe me vështirësinë, edhe me rrezikshmërinë e personit i cili është objektiv për të eliminuar. Andrea, do lexoj vetëm një strof të Ismail Kadares, poezinë e fundit që ka bërë 2005, ka futur pikërisht të temë që ti po diskuton sot. Në kafene ka për çdo punë një qasje, të tillë që kurkun nuk e gjen dot, për 3.000 euro porosit një vrasje, për 4.000 titullin vikont. Domethënë kur vrasja me pagesë është futur në krimtarinë e gjeniut të letësisë shqipe, po ta editon dhe Bujar Udhri sot do ta bënte 500.000 euro atë poezinë, se dha shifrat e tjera Elkieri. Poezia është 2005-s. Jo, Andrea, që shifrat e fundit. Poezia është 2005-s. Edhe ishte me lekë ajo, zoti Elkier flet për euro. Jo, po flasim për materiale që janë 3.000 euro porosit një vrasje, për 4.000 titullin vikont. Dhe miftari, ju vini nga eksperiencë shumë e gjatë në fushën e sigurisë. Kur keni dëgjuar për herë të parë për vrasjes me pagesë? Tani kemi kapur një temë megjithënë me drejtë që shqetëson gjithë shoqërinë tonë, shtetin tonë. Po edhe çdo individ. Shoqërinë s'është se shqetëson ai shumë i nderuar se ne jetojmë në këtë tokë. Po vetëm 4 vitet e fundit kemi 8 viktima të pafajshme të vrarë. Po ta shqetësonte do bënte më shumë revolta në këtë drejtim. Jo, nuk e kam nga aspekti që thoni ju për të ngritur masat e mëdha të njerëzve shoqëror. Por kam flasur shoqërinë në tërësi njerëzve pra. Familjet tona. Ajo sigurisht po. Edhe ata që largohen nga vendi, se janë të lidhur me këtë gjë. Edhe ata që janë jashtë vendit. Unë do shkoja pak, jo për histori, po për realitet. Me qenë se jam larguar nga policia në vitin 93, për arsyet e kohës, që u bën ndryshimet. Dhe dole u mora dhe unë rrugët e, si thonë, të tregtisë të kohës. U riktheva në 97-ën, po ja themi që edhe për studion tuaj edhe për teleshikuesit tuaj, që janë shumë.
kur i ktheva për 3 ngjarje në Elbasan. Ngjarje jo të vogla, po të mëdha. Kur i krijon bandat, që me Rolandi kam diskutuar edhe herë tjera, po do të ktheja. Banda e Arian Tosko që ishte në Sarik, banda e Tankateshit që ishte në Elbasan, dhe i Mandela që